Platforma shtetërore i Albania po konsolidohet gjithnjë më shumë si porta kryesore e marrjes së shërbimeve publike në Shqipëri, duke shënuar rritje të vazhdueshme si në numrin e përdoruesve ashtu edhe në volumin e transaksioneve. Të dhënat më të fundit tregojnë se në platformë janë realizuar mbi 33.8 milion transaksione, ndërsa vizitat kanë kaluar shifrën e 14.3 milionëve. Një tregues i qartë i rritjes së ndërveprimit të qytetarëve me shërbime digjitale. Gjatë periudhës së muajit shkurt janë regjistruar mbi 1.25 milion aplikime për shërbime elektronike dhe rreth 2 milion përdorime konkrete të tyre. Numri i përdoruesve unik ka arritur në 457.000, ku mbi 24.000 janë përdorues të rinj, çka dëshmon për një zgjerim të vazhdueshëm të bazës së përdoruesve dhe rritjes së besimit ndaj platformës. Në total, numri i përdoruesve ka kaluar në 3.4 milion, duke përfshirë një pjesë të madhe të popullsisë aktive në vend. Një rol të rëndësishëm në këtë rritje po luan edhe përdorimi i aplikacionit mobile, i cili numëron mbi 263.000 përdorues aktiv. Aktualisht, Albania ofron 1.277 shërbime elektronike të kategorive të ndryshme, të organizuara në disa nivele digitalizimi. Përmes tyre janë gjeneruar mbi 815.000 dokumente me vulë elektronike, duke reduktuar ndjeshëm dokumentacionin fizik dhe kohën e pritjes për qytetarët. Sa i përket shërbimeve më të kërkuara, kryesojnë pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, vërtetimet e pagave dhe kontrolli mjekësor bazë, të cilat lidhen drejt për drejt me nevojat e përditshme të qytetarëve dhe të punëmarrësve. Ndërkohë, shërbimet me pagesë më të përdorura përfshin pagesën e taksës vjetore të mjeteve, aplikimet për pasaporta dhe karta identiteti për qytetarët, si brenda dhe jashtë vendit, si dhe certifikatat elektronike për procesin e fiskalizimit.